Emisionit 60 minuta. Asnjëra prej partive politike sot në takim me presidentën Vjosa Osmani nuk ka ofruar dhe nuk ka qenë e gatshme të formojë qeverinë e ardhshme. Derisa partitë opozitare kanë kërkuar që shkohet në zgjedhje, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kërkuar edhe një mundësi dhe një takim me presidentën Osmani që të formojë qeverinë e re në kohën kur i përfundon javën e ardhshme mandatari për formimin e qeverisë. Për situatën tani se si do duhet vepronte presidentja në këtë situatë, pas pak e diskutojmë në studio me Eugen Cakollin nga KDI. Me Cakollin flasim gjithashtu edhe për vendimin e sotëm të qeverisë në detyrë, e cila në mbledhjen e saj kaloi projekt buxhetin e vitit të ardhshëm përkundër faktit se ishte në dieni që nuk e ka mbështetjen e partive politike, duke lënë kështu paqartësi lidhur me situatën e projekt buxhetit. Të gjitha këto pas pak, por fillimisht ju sjellim zhvillimet kryesore të ditës. Kurti kërkon kushtesë për formimin të qeverisë e parti tjera zgjedhjet e reja, por Osmani do të bëjë përpjekje për të evituar zgjedhjet dhe të kaluar krizën me buxhetin. Qeveria në detyrë miraton projekt buxhetin për vitin 2026 e rrit pagat minimale, pensionet dhe shtesat. Vendimet e marra konsiderohen të paleqme elektorale. Dështon seanca gjyqësore në rastin e gazit lëcjellës si shkak i mungesës së ministrit Feshla. Gjyqtari paralajmëron paraburgim për kodën që mungon në seancën e radhës. Vdes në moshën 73 vjeçare ish kryeministri i Shqipërisë Fatër Shtano. Ai ishte një nga figurat kryesore politike të tranzicionit demokratik në Shqipëri. Takimi mes presidentës Vjosa Osmani me liderët e partive politike për formimin e qeverisë ka përfunduar pa rezultate konkrete. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se nuk ka unanimitet të partive për çështjet e mandatarit e as gatishmëri për atë të buxhetit të vitit të ardhshëm. Osmani ka kërkuar reflektim nga liderët e partive politike në rast se nuk ka mandatar të dytë. Ajo ka përsëritur se detyrë e ka të bëjë çmos për të evituar zgjedhjet. Osmani gjithashtu ka propozuar zgjatje buxhetore për shmangur një krizë pagash për punëtorët e sektorit publik, duke shtuar se kërkesa për zgjatje buxhetore nga presidentja është kushtetuese. Nga ana tjetër, pas takimit, kreu i vendosjes Albin Kurti nuk është deklaruar për media, por në takim ka kërkuar edhe 50 kohë për të parë mundësitë e shumicës parlamentare, ndërsa PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja kanë kërkuar shpalljen e zgjedhjeve të reja sa më shpejt. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër në detyrë, ka kërkuar që të më takoj edhe një herë para se të skadoj afati 10 ditor, që është për caktim të mandatarit të dytë, dhe pas konsultimeve që i ka brenda partisë politike që e përfaqëson, do të vi me propozim apo jo është çështje e tyre, mirë po ne kemi detyrim kushtetues që t'i respektojmë ato afate. Pastaj nëse ka propozim për mandatar të ri, atëherë hyn në shprehje dispozita të reja kushtetuese dhe afate të reja. Nuk ishte gatishmëri nga një numër i madh për procedim të buxhetit i cili sot ishte miratuar nga qeveria. Megjithatë, unë propozova që të shiqoj mundësi tjera kushtetuese dhe një prej tyre është që të miratohet zgjatja buxhetore, pra që nuk është buxhet i ri, por është zgjatje. Kurti na ka humbur një 8 muaj të fundit me manipulime, me mashtrim, me taktizim, dhe tash po i kërkon edhe disa ditë. Ai në mënyrë kundërligjshme sipas Gjykatës Supreme është duke vazhduar që të jetë në zyrën e kryeministit të Kosovës dhe duke marrë vendime të cilat nuk janë pajtim me ligjin, duke përfshi edhe miratimin e buxhetit apo projekt buxhetit të sotëm, dhe konsideroj se vetëm zgjatja e kësaj situate është arsyeja themelore, sepse është e qartë që as në ëndrat e tij më të mira ai nuk mundet me bëj shumicën. Në këtë takim u bëhet qartë një herë nga përfaqësuesit e partive politike që nuk ka shumicë parlamentare, rrjedhimisht tani takon presidentës deri të mërkurën me datë 5 të përcaktoj se a ka shumicë apo nuk ka shumicë, pa dhe pretendime nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes, pra pa pretendime edhe nga kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes se ndoshta duhet të provuar edhe një herë, por shumica e partive politike që përbëjnë shumicën shqiptare, 52 deputet, ishin të qartë duke deklaruar se nuk ka shumicë. Në realitetin e tashëm çfarë kemi në vend, besoj që po ndodh ajo që tashmë veç i mbo gati për te, pra po ndodhin zgjedhjet parlamentare, edhe pse deputeti që në emër të shumicës dështoi në seancën paraprake, kërkoi edhe disa ditë që nuk ishte shumë serioze kjo kërkesë.
Në takimin e sotëm të liderët partive politike me presidentën Vjosa Osmani është diskutuar edhe mundësia që presidenti të zgjidhet përmes votës direkte nga populli. Osmani ka thënë se ajo që nga viti 2010 e përkrah këtë ide dhe tha se pati vullnet edhe nga partitë e tjera për një gjë të tillë. Kjo çështje është ngritur nga disa prej pjesëmarrësve për të paralajmëruar një situatë që mund përballemi si vend. Tazëm ka zgjedhje në dhjetor, pastaj kemi një qeveri, menjëherë në mungesë korumi prej 2/3, menjëherë vendi shkon në zgjedhje të reja për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentit. Një situatë të tillë u përmend për të paralajmëruar se mund kemi dy palë zgjedhje në 3-4 muajt në vim, që është situatë e rëndë jo vetëm për KQZ-n, por edhe si situatë ku qytetarët për periudhë të gjatë të mos i kenë institucionet, ka thënë Osmani. Qeveria në detyrë ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2026 me vlerë prej 4 miliardë eurosh. Sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti, buxheti përfshin pagën e 13 për punonjësit e sektorit publik, rritje të pagës minimale dhe të pensioneve, shtesa për fëmijë dhe lehona, si dhe mbështetje për gratë dhe punëtorë përmes programit Superpuna. Po ashtu është parashikuar kompletimi i reformës së asistencës sociale dhe rritje të fondeve për banat esenciale, kulturë dhe sport. Në mbledhjen e së premtes, qeveria ka miratuar edhe buxhetin për vitin 2025 për komunën e Prishtinës Gjilanit dhe atë të Zubin Potokut, komuna këto që deri tash kanë operuar me buxhet të vitit 2024. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thirrur partitë politike të tregojnë racionalitet për miratimin e buxhetit të vitit 2026 në kuvend. Sektorit publik. Pra, kushdo që punon, megjithëse jemi qeverinë detyrë përmes ligjit për qeverinë, ku vendi ka parapar që edhe në situatat të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjas më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionimin. Konkretisht, paragrafi 5 i nenit 31 të ligjit e parashit që edhe qeveria e cila ka përfunduar mandatin e plot, siç është rasti me ne, mund të propozoj buxhetin vjetor para kuvendit, sikurse që është përcaktuar në paragrafin 2 të po këtij neni. Po në këtë mbledhje, qeveria në detyrë sot gjithashtu ka marrë vendim edhe për rritje të pagës minimale. Ministri në detyrë i Financave Hekurar Murati ka thënë se rritja do të bëhet në 2 faza. Nga janari vitit 2026 paga minimale do të jetë 425 euro, ndërkohë nga kuriku paga minimale do të bëhet 500 euro. Sipas tij, vendimi thasë është marrë pas diskutimeve e propozimeve të sindikatave dhe përfaqësuesve të bizneseve. Qeveria në detyrë ka miratuar edhe rritjen e pensioneve dhe shtesat për fëmijë, duke filluar nga muaj nëntor. Sipas vendimit, pensionet nga 120 euro do të rriten në 150, ndërsa shtesat për fëmijë nga 20 në 30 e ato prej 30 eurosh në 45. Miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm ka shkaktuar reagimin e partive politike. Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se qeveria po tenton të blejë vota dhe sipas tij këto vendime do të realizoheshin më mirë e më shpejt nga një qeveri pa vetëvendosjen. Edhe LDK-ja ka quajtur akt të paprecedent miratimin e buxhetit, duke akuzuar vetëvendosjen për keshpërdorim të fondeve publike në prag të zgjedhjeve. Ndërsa kreu AK-s Ramush Haradinaj e cilësoi rritjen e pagës minimale dhe shtesave për fëmijë si të vonuar, duke premtuar pagë minimale 600 euro dhe mbështetje më të madhe për familjet nëse ai do ta merrte mandatin qeverisës. Pasëmdjet organizata jo qeveritare kanë reaguar gjithashtu ndaj vendimit të qeverisë në detyrë për miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026, duke cilësuar atë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin për qeverinë. Sipas tyre, votimi është bërë nga persona që janë të certifikuar si deputet, gjë që bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Sipas OJQ-ve, që ky proces të jetë i lehtëshëm ka qenë e domosdoshme që nënshkruesit e projekt buxhetit të jenë në përputhje me legjislacionin dhe propozuesit të jenë zëvendës kryeministri dhe ministra zëvendës ministra që nuk e kanë edhe pozitën e deputetit. Në deklaratën e përbashkët ato paralajmëruan se çdo veprim që anashkalon ligjin synon vlefshmërinë e buxhetit dhe përbën shkelje të kushtetutës dhe aktgjykimeve të mëparshme.
Organizata e veteranëve të luftës OVL-UÇK-s ka reaguar pas deklarimeve të kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, duke thënë se veteranët janë lënë anash sa i përket premtimeve për rritje të pensioneve dhe pagave. Sipas OVL-UÇK-s, qeveria në detyrë po tenton të krijojë një përshtypje mashtruese për zgjedhjet e ardhshme. OVL-ja ka kërkuar nga çdo qeveri që vjen që pensionet e veteranëve të përfshihen në rritjen e pagës minimale. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Beg Berisha i AK-s i ka dhënë mbështetje përparim Ramës të Lidhjes Demokratike për balotazhin në komunën e Prishtinës, ku përballet me Hajrullah Çekun e vendosjes. Në një video Berisha dëgjohet duke i thënë Ramës frazën të cilën e përdori në fushat Smart City, një projekt që e prezanton Rama. Kryetari aktual i Prishtinës përparim Rama pati deklaruar më herët se i vetmi koalicion i tyre është me qytetarët. Në balotazhin e 9 nëntorit, kryetari aktual i kryeqytetit do ta ketë përbar Hajrullah Çekun në lëvizjes vetëvendosje. Ish-kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano ka vdekur të premtën në moshën 73 vjeçare. Prej më shumë se 3 javësh, Nano gjendej i shtruar në një spital privat në Tiranë në gjendje të rënduar. Nano kishte pësuar vdekje klinike në shtëpi dhe mbaj në vëzhgim nga mjekët prej javësh. Ai ka qenë një ndër figurat kryesore të tranzicionit demokratik pas viteve 90. Udhëhoqi Partinë Socialiste që nga themelimi i saj duke kthyer në një forcë të rëndësishme politike dhe më pas në parti qeverisëse. Në vitet kur Shqipëria përballej me sfida ekonomike e shoqërore, Nano mbajti disa herë postën e kryeministrit, duke lënë gjurmë në proceset e reformave dhe në përpjekjet për stabilizimin e vendit. Gjatë karrierës së tij, Nano është vlerësuar për rolin e tij në modernizimin e së-majtës shqiptare dhe afrimin e politikës shqiptare me standardet evropiane. Ai do të kujtohet si një figurë që la ndikim të fortë në jetën publike dhe në kulturën politike të vendit. E për zhvillimet dramatike që ka ndodhur në Kuvendin e Kosovës 8 vite më parë, ka dështuar të mbahet seanca gjyqësore në mungesë të ministrit në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Ai dhe deputetët Fitore Pacolli, Sali Zyba dhe ish-deputetja Drita Millaku akuzohen për hedhjen e gazit lotjellës brenda sallës kryesore të Kuvendit. Gjyqtari paralajmëroi se nëse në seancën e radhës mungon ndonjëri, do të arrestohet dhe do të paraburgoset. Ka dështuar sërish që të mbahet seanca gjyqësore për rastin në të cilin ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla, deputetët Fitore Pacolli e Sali Zyba dhe ish-deputetja Drita Millaku akuzohen për hedhje të gazit lotjellës në Kuvend. Seanca nuk u mbajt me që mungoj ministri në detyrë Xhelal Sfeshla, për të cilin gjyqtari Sabit Sadika i tha se me anë të emailit e ka arsyetuar mungesën. Pasi që i panevëri, Xhelal Sfeshla e ka jetu gjykatën në shkrim duke e figuar mungesën për seancën e sotme. Gjyqtari i në reagohu, seanca e sotme i nuk mbahet. Gjatë seancës, Zyba dhe Pacolli u pyetën për mungesën në seancën e kaluar, që të dy thanë se kanë arsye për mungesë dhe se atë do ta përcjellin me shkrim në gjykatë. Pas kësaj, gjyqtari vendosi që seanca e radhës të mbahet më 16 janar 2026 dhe paralajmëroi se kushdo që mungon do të paraburgoset. E pas dështimit të mbajtjes së seancës, avokati i Sfeshlës arsyetoi mungesën duke thënë se ndodhet në udhëtim zyrtar dhe relativizoi nevojën që procesi gjyqësor të zhvillohet shpejt. Nuk është afër parashkrimit, disa herë kanë qenë të pandehurit prezent, por ka pas raste që ka mungu dhe prokurori, po shpresojmë që me një afat të arsyeshëm do të fillojmë edhe me procedurën. Një muaj më parë, gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhëresë për sjelljen me detyrim në gjykatë të Sfeshlës, Zybës dhe Pacollit.
Sipas aktakuzës, më 21 mars të 2018-s nga ora 12:10 e deri në 15:40 të tre kanë ndezur disa bombola të gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit, ku po mbahej seancë plenare lidhur me votimin e demarkacionit me malin e Zi.